Jo të gjithë kena pas mundësi me shku në haxh. Jo të gjithë kena mundësi me qëndru në Arafat. Mirë po, si kur ka arë në disa transmetime të pejgamberit s.a.s. sa jo falja madhështore që zbret ditë në Arafatit, përfshin edhe ata që janë atje, po përfshin edhe ata të tjerët, të cilët e presin këtë ditë në adhurim dhe përmend të Allahut azza wa jall. Prandaj, kjo ditë e madhe e Arafatit, gjithashtu neve na jep një shpresë të re për fuqinë dhe mundësinë dhe aftësinë e këtij umeti që përsëri ta rimerr vetën e vet, që përsëri të bashkohen, që përsëri të kthehen fuqisë së unitetit që kështu Allahu xhallahu ala ata i don. Andaj të gjithë haxhilerët qëndrojnë në Arafat, ata që janë atje, ndërsa ata që nuk janë atje, të gjithë me përjashtime ndoshta të vogla dhe me arsye shpresojmë, por të gjithë me niyet spaku të mobilizuar që të agjërojnë ditën e Arafatit dhe të gjithë të mobilizuar që ta përmendin Allahun xhallahu ala në këtë ditë. Prandaj, ndoshta asnjëherë nuk kemi qenë më afër me qenë bashkë në këtë ditë. Ta përjetojmë pra fuqinë që e kemi, ta përjetojmë unitetin që duhet ta kemi, ta përjetojmë atë vllazërinë reale që Allahu xhallahu ala na ka vllazëruar në emër të kësaj feje që Allahu xhallahu ala ka plotësuar. Pra kuptimet e vllazërisë duhet që të jenë prezente në këtë ditë madhështore, kur muslimanë si kur derë më parë gjatë tërë vitit janë të bashkuar. Asnjëherë më parë nuk kanë qenë kaq unik dhe kaq të bashkuar sikur se bëhen në këtë ditë të mëdha të muajit Dhulhijja. Andaj qoftë haxhilet atje që janë, të gjithë janë në Arafat dhe qoftë ata që janë jashtë tyre, të gjithë kanë respekt posaçëm për këtë ditë. Të gjithë e respektojnë, e madhrojnë këtë ditë, qoftë me agjërim, me përmendje të Allahu xhallahu ala kështu më radh. Ne mendoj se kjo është një përjetim i rëndësishëm pas gjithë ato që po e shohim nga coptimi i këtij umeti, përçarja e nga luftat e shumta, nga zullumi i madh që po ju bëhet, nga gjitha ato që shpeshherë na dekurajojnë, shpeshherë na zhgënjejnë, shpeshherë na mërzitin nga ajo që shohim, le të jetë kjo ditë një përjetim i këndshëm që e rikthen shpresën tek ne për fuqinë e këtij umeti, që e rikthen përsëri shpresën tek ne për fitoren e afërt të këtij umeti me lejen e Allahu xhallahu ala, nga se ky unifikim jep me kuptues se ka gjallërinë këtë umet. Nuk ka vdekë ky umet. Po, është i lodhur nga se shumë e kanë godit. Po, është i plagosur nga se shumë e kanë gjujt vallahi aftë. Po, është i përçar nga se shumë kanë punuar me qenë kështu aftë. Por megjithatë, shpresa rikthehet këtë ditë kur shohim të gjithë të drejtuar ka Arafat duke thënë të njëjtën shprehje, lebejk Allahumma lebejk. O Zot, ty të përgjigjemi. I kalon të gjitha për kacit e tyre, i kalon të gjitha lidhje tjera dhe gjithë thënë lebejk Allahumma lebejk. Çka është lebejk Allahumma lebejk? O Zot, tim ke ftuar dhe unë po të përgjigjem. Dhe kjo përgjigje në këtë mënyrë është shpresë e madhe se Allahu xhallahu ala këtij umeti do t'ia jap fitoren, do t'ia jap të mirën, do t'ia kthen ditë e mira, do t'ia jap atë që i takon këtij umeti. Prandaj këtu ditë e shpresës ta përjetojmë këtë shpresë vëllazëri, ta përjetojmë këtë umet të madh në Allahu xhallahu ala, ta përjetojmë këtë fuqi të këtij umeti që Allahu xhallahu ala ja ka dhënë duke dërguar pejgamberin sa dhe mësimet e këtij Kurani. Dhe ky është përjetim i këndshëm kur ti e ndin veten tënde që je pjesë e një turme të madhe njerëzish që janë duke e rimarr vetën e tyre, që janë duke u ngrit përsëri në këmbët e tyre, që janë duke u kthyr ka Allahu xhallahu ala kështu me radhë. Dhe ky është përjetim i fuqishëm që nuk duhet ta na shkalojmë.